Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar në një reagim që në fakt nuk ka ndodhur më herët. Motra e Gjestit në Instagramin e saj ka bërë një reagim për një deklarat që ditën e djeshme u bën një nga televizionet shqiptare. Një djalë i cili pretendonte që diellzën e njihte dhe diellza kishte marrëdhënie të afërta me motrën e Gjestit. Motra e Gjestit ka shkruar po këtë reagim që kisha dashur regjin ta postojnë në këndin tim, ku thot turp të keni që po përdorni emrat e vajzave të tjera dhe po fusni këto vajzat në këtë mes dhe që ka media që bëjnë domethënë veprime të këtilla. Ju mund të lexoni reagimin të Blerinës, e cila ka reaguar në një mënyrë shumë të revoltuar dhe të acaruar me televizionin në fjalë, ku ditën e djeshme në fakt e ka trajtuar si çështje dhe si temë punën e diellzës, edhe një njohje të mundshme të diellzës, ku nëse nuk gabuem ka qenë i ftuar edhe Meridiani, i cili ka folur për këtë histori dhe për këtë situatë. Blerina, siç duket, është lënduar shumë nga fakti se u tha që diellza ka patur një marrëdhënie shumë të afërt me Blerinën dhe ka një raport shumë të afërt me Blerinën dhe kanë ndarë momente të bukura në Gjermani së bashku, por siç duket ky rezulton të jetë një lajm i rem dhe Blerinën e ka lënduar shumë dhe ka reaguar në Instagramin e saj po me këtë shkrim në të cilin ju e shikoni, ku duket qartë revolta e Blerinës ndaj këtij personazhi që ka folur për emrin e saj, por Blerina nuk e njeh. Me të drejtë, Blerina e ka të reagon, në fund të ditës nuk është Blerina personazhi i cilin ne duhet ta komentojmë nëpër media, por ne duhet të komentojmë lojën e Gjestit dhe kemi komentuar gjithmonë Gjestin. Unë mendoj që familja duhet respektuar, si në këtë rast prindërit e Gjestit, motra e Gjestit, sepse ato kanë privatësinë e tyre dhe ruajnë privatësinë e tyre, ndërsa vajza e shumë komentuar diellza, që në fakt po përflitet nëpër të gjitha mediat sociale, mendoj që është një privatësi e Gjestit dhe duhet respektuar privatësia deri në maksimum. Ne do të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Ishte ky reagimi që Blerina, motra e Gjestit, ka bërë në Instagramin e saj kundër drejt televizioni, që në fakt e nxori sikur Gjesti është takuar me diellzën në Tiranë dhe Blerina ka patur një marrëdhënie shumë të afërt në Gjermani me diellzën, gjë e cila rezulton të mos jetë e vërtetë.